إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Pa dyshim se zemrat ka nevojë për përmirësim, edhe kjo nevojë është akute, emergjente, edhe pastaj duhet, nuk e kemi atë luks që me lon zemrat pa pastërta, të ndryshkura, por duhet sa ma përpara, sa ma shpejt me intervenu për me I pastru. E kjo pa dyshim se arrit me dhikër, po jo vetëm dhikër një fjalë goje, por sa do pak, jo me ditë fjalë për fjalë, mirë po kuptimin, përmbajtjen e dhikrit, se për ndryshe kam frikë se nuk ka me pas ndikimin e kërkum. Nëse vetëm thuhet një fjalë goje, aq ma parë, çka është edhe shumë e logjikshme, e potencoj shumë herë tash, kur është fjala në dhikër bëhet I drejtohem me Allahut në veten e dytë. Me qenë njeriu neglizhent, edhe vetëm me shqiptu fjalët, mos me ditë çka po flet, mos me të kaplu ndjenja se po flet me dikenti, po ju ke drejtu dikujna, edhe ai po të ndëgjon. I bjen sikur kur flas tash unë me u kthy shpinën. Ose jo tash para mendo me dikend po bisedon, ja ke kthy shpinën. Atine po I drejtohesh. Edhe kështu, kjo tash hala ma tepër është me Allahun, se lejse kemithli shejun, asgjë askush nuk është si Allahu. Pra zemrat duhet të pastrohen, edhe duhet vazhdimisht ky pastrim të bëhet, e kjo nuk arrit me diçka tjetër vetëm se me dhikër. Thot Ebu Derdaja radhiyallahu an, inna li kulli shay'in jala' wa inna jala' al-qulubi dhikrullah. Çdo gjë ka nevojë për pastrim. Pastrimi I zemrave bëhet me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Sikur se e ka për qëllim çka është mase e njohur. Ari ka nevojë për pastrim, argjendi ka nevojë për pastrim, metali tjerë ka nevojë për pastrim, sepse I ka plon ndryshku. Edhe çdo metal ose çdo gjësend e ka metodën e vet se si pastrohet. Për ndryshe nuk është I përdorshëm. Kështu pra edhe zemra duhet të pastrohet, të jeket ndryshku, ose sikur pasqyra të pastrohet kur ose është e ka kaplu plohri kur gjë nuk sheh, ose pjesërisht e ka kaplu plohri, e mund ndodh hala ma keq, se mos me pa asgjë, po sheh edhe të jep sheh gjanat, shembull në kerr. Gabimisht I sheh. Ka hala ma rrezik është. Po fshen një pasqyrë, diçka një element krejt I vogël. Ndoshta thu kështu, një jetë me mendu nuk është I rëndësishëm. Po kur jenë kerr, të ngas kerrin, mund bëhet shumë problem I madh.
Mund ndodh vjen puna te me pasojë shumë të rënda. Për çka? Për një pastrim të pasqyrës. Shumë thjesht. Ku është fjala te pastrimi i zemrës? Që mundet pastaj ajo zemër mundet ajo zemër pastaj me pas pasojë hala më të rënda, që të keqen me e pa si të mirë, haramin me pa si halal, shirkun me pa si tevhid, edhe të dobishme me pa si të dëmshme, edhe kundër të dëmshme si dobishme. Pse kjo është ajo pasqyra. Zemra jonë është ndryshk edhe nuk po e pastrojmë. Me çka ndryshkët? Me neglizhencë, jo kujdes, edhe me mëkate. Neglizhenca, prej neglizhence, prej gafletit pastrohet me dhikër, ndërsa prej mëkateve me tobe. Shumë thjesht. Kjo neglizhenca qysh mund të arrihet? Arrihet neglizhenca edhe me gjana cilat të rëndomta, ndoshta nuk janë të ndoshta pa ndoshta, edhe janë në soza caktuar janë të nevojshme. Me fol, me hungër, me flajt. Edhe nëse e kalon kufirin, atëherë shpihet e neglizhenca. Pra, si karakteristikë ka pas pejgamberi alayhis salam, pa ka fol, pa ka hungër, pa ka flajt. Nuk mush me thonë hiç, se ki nevoj. Mirë po me menaxhu edhe me shku te minimumi i kërkum, se pastaj kjo mundet me qenë shkak që ndodh shumicës njerëzve i ndodh, nëse jo shumë tepër, po edhe veç tepër e vrim pasojat. Pra këto nuk kanë mëkate. Bile tham, janë të nevojshme, kufi të caktume. Po, çka me fol për mëkate? Kjo tash hala ma tepër e dëmton zemrën, edhe është pra mas e nevojshme që njeriu vazhdimisht me qenë lidhur, edhe derisa të kaluam të tregum, me qenë lidhur me dhikr. Kur Muhamedi alayhis salam thot 100 ditë ka boj istikfar, ku jem na? Pse me boj istikfar? Për shkak të asaj se për atë kom fjalën. Pagabushëm. Mirë po ka qenë pagabushëm në dispozita fetare. E para, e dyta, çka tham, e përsëritëm disa herë, njeriu nuk është i përsosun. Ka mangësi, ka tmeta, edhe a jem të obligum me madhru Allahun. Edhe në këtë madhërim jem të mangët. Për këtë shkak jem mëkatar, për shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bëj istikfar. Dhe ka hyrë këtu. Ai vazhdimisht ka qenë me dhikr. Mirë po nuk është sa duhet, sa kem obligim. Allah me rahmetin e tij, veprat e mira shumë fishon. Po dhe ky shumë fishim nuk është i mjaftueshëm për xhennet. Subhanallah. Pra më dojë që mos me shumë fishu, sepse Allah dënon me drejtësi, shpërblen me rahmet, me mëshirë. Po me shpërbly me drejtësi, askush nuk mund të me hinë xhennet. Nuk po të ha hakun me drejtësi. Sa ka meritu, që po të paguj. Së mu është me hinë xhennet. Nuk ka mundësi. Po shumë fishoj, prap nuk ka mundësi. Shumë fishime, plus rahmeti Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo tash njeriu kur i shtojmë kësajna, ndëgjon gjithçka, po mendoj për këtë kohën tonë, për rrethinën tonë, sheh gjithçka. Aty tash vetëm sa shtohet ajo sasia e plohrit e papas e ndryshkut në zemrat tona, çka do të thotë se na duhet hala shtesë më tepër me intervenu për me pastru zemrat tona. Sepse zemra ndikohet, edhe njeriu ndikohet pa kur farë dyshimi
edhe logjikshëm është. Dy mundësi janë, dy opsione, nuk ka treta. Ose ndikon ose ndikohesh. E ti nuk mundesh, wa alaykum selam rahmatullah. Nuk mundesh me ndiku në një ambient jo të pastërt. Shembull, ambienti i kontaminum. Edhe në përkurse ndihmës të parë, nëse e ki personin i cili është në një hapësirë të kontaminum, ti dush me pas maskën edhe s'mush me dhon ndihmën e parë aty. Dush me e largu prej asaj hapësire. Nuk ka mundësi. Ose nëse është kontakt me rrymë elektrike, hapi porosh me ndërpre, me hjek. E këtu tash nëse në një hapësirë, më thoj sa, kontaminum, ku po punon harame, po flitet harame, nuk ka efekt, nuk ka ndikim. Dush me largu për asaj hapësire. Nuk ka shans mos mu ndiku, s'ka mundësi. Ki me ndiku. Edhe është e pa mundë ti me ndiku, na të rethan. Pra dush me largu edhe nëse mundësh edhe tjerë të mirë, nëse nuk mundësh atër, nuk i shka bën. Edhe kështu tash njeriu nuk e vren ku shkon rrezikut, ku arrin, se nuk është kjo sikur godet me ndonjë trup diçka edhe me ne të shkakton dhimbje. Nuk është me njëherë, e nuk e vren, po shkon dal nga dal, derisa runa Zot bëhet krejt zemra. Si thot Allah në Kur'an, المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Jo, përkundrazi, i ka kaplu zemrat si rezultati veprave të tyre. Për këtë ajet, Muhamedi alayhi salatu selam thot, hadithin e transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Majah e tjerët, Albani ibn Sahih, nga Abu Huraira thot, Inel abde idha akhta'a khati'atan nukitet fi qalbihi nuktetun sauda. Kur njeriu bon gabim, bon mëkat, për çat mëkat i ngulitet një pik e zezë në zemër, një mëkat. Fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Nëse tërhiqet, ndërpren mëkatin, bën istighfar, pendohet, zemra i pastrohet. Wa in aada zida fiha hatta ta'alu qalbuhu. Por nëse kthehet në mëkat, nuk po bën istighfar, nuk po pendohet, vetëm sa i shton ato pika të zeza në zemër. Wa huwa ranu alladhi dhakara Allah. Edhe kështu tash i bëhet zemra, e kaplon zemrën e zeza, që shtot Allah, propozot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tash, edhe po i citon këtë ajet, kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pra po jap tefsirin e ajetit me këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ose siç thot Muslimi transmeton nga Hudhaifa ibn Yamani, thot kunna inda Umar فقال أيكم سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الفتن. Ishim tullur te pejgamberi alayhi salam, te Umeri, edhe na pyeti kush prej jush e din hadithin, na përmend hadithin të dërguarit alayhi salam për fitne. Than disa vet, nahnu sami'na, na ndëgjum, po na e dim këtë hadith, s'ka po pyeti. Ju tha Umeri radhiyallahu anhu, لعلكم ta'anuna fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi. Me siguri ju po aludoni të fitnja të sprova njeriut në familje të tij edhe të komshiu. Than po, mirë po, tha Umeri, po mundon me thonë me u, me ajnë u, jo o.
pa lidhën e kamet oja Omer. Pri boshnjakëve, s'po di pse. Edhe Omer radhiyallahu anhu po ju thot, tilke tukaffiruha as-sala was-siyam was-sadaqa. Për këto çka po aludoni ju, ato i fshin namazi, agjerimi, sadakaja. ولكن أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التي تموج موج البحر. Por kush për ju ka ndëgju hadithin për fitnë i cili kur deleve fitnë ka plon sikur valët e detit, si tsunami. Hudhejfa thot, fa esket el kaum, të gjithë heshtën. Fa kult, ene, une thash, une. Qal ente lillahi abuk. Lum baba që të ka. Atia. Po thot Hudhejfja, po i thom Umerit. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كم دجوت درغوان صلى الله عليه وسلم دوك ثان تؤرد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الله أكبر. يباراتشيتن فتنة نيريوت زامرave, kulub zamrave, sikur hasri fije. Kur të thur diçka, fije. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. Ajo zemër e cila e pin, me ka përdor simbolikisht fjalën, sharibe, me pi, ajo zemër e cila e pin këtë mëkat, i shtohet një pikë e zezë në zemër. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. Ajo zemër e cila e refuzon, nuk e merr këtë mëkat, nuk e bën këto pra, atina tash i shtohet, me thonë kushtimisht, i vizatohet një pikë e bardhë. Hatta tasira ala qalbain, derisa arrin i kemi dy lloje të zemrave, dy lloje. على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Një lloj i zemrave, zemra e bardh, sikurse shkombi i bardh i lemut. Vizlon. Edhe nuk i bën dëm sprova fitnë atina derisa të ekzistojnë qejtë dhe toka. Asoj zemre. Wal akharu aswadu murbaden kel kuzi. Zemra tjetër është e zezë sikurse kupa e përmbysur, që është e zezë, i sa është përdon me pi diçka mirë smunët, se e ke kthy qypin përmbys. Ku kimi qit uj? I qet uj, po nuk dush me kthy marë, që me mush, kësë munët se përmbys është. Edhe kjo zemër kështu gjithmonë rrin e zezë. Illa ma ushibe min hewa, vetëm se çka pin pra, merr prej epshit, prej mendjes së tij, prej dëshirave të tij. Pra, zemra dirigjohet prej kujtave, dëshirave, epsheve të tij. Jo e kundërta. E kjo tash lidhet edhe me hadithin tjetër, ndoshta tjetër ka ndodhur, ndoshta rasti i njëjtë e transmeton edhe Buhariu këtë hadith, këtë dytin tash, po edhe këtë version e dytë edhe gjithashtu edhe muslimet të tjerë transmetojnë. Po thot Hudhejfja, gjithashtu pra Hudhejfja, kuna gjulusen inda Umar radhiyallahu anhu, ishim të ullur të mejlisi e Umerit, të naj Umerit radhiyallahu anhu. Naja nuk është naj, po në prej karakteristikë të shumta. A di njerëzimi, pak e din. Postën e parë e ka themelu Umer radhiyallahu anhu. Shumë kreativ, shumë inovativ ka qenë. Shumë ndepret. Sa që thotë jo kom paraprit 3 herë shpalljeve. Edhe një tjetër karakteristik,
Asnjë sahabe nuk ka pas leje me u largu prej Medinës pa leje të tij. Ku me ditë, vjen momenti kom nevojë, ndonjë hadith. Kom nevojë për me u këshillu. Edhe pra ishim të ulur te Umeri, thot Hudhaifja, edhe po pyet, ejukum yahfadhu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitne, kush prej jush e ka memorizu e din atë hadith nga i dërguari Ali sallallahu alaihi wasallam për fitne, për sprov, për çrregullime, trazira. Thash, une, kema kalehu, ashtu si që ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Edhe po më thot Umeri, atëherë ti me vërtet pas ke guxim me tregu. Se po thu ashtu qysh ka thonë. Po, tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, fitnetu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnja, sprova e njeriut, është në familjet të tij, në pasuritë të tij, në evlat të tij, fëmijët e tij, edhe në fëqin, në komshi. Pse këto janë gjana cilat let mundën me e deviju njeriun, me e largu në raste këto trija të familja, të pasuria, të familja e në bord neglizhent edhe largu për ibadetit. Dësa të kojshia, mund edhe diçka krejt e vogël, çka shembull na asje shumë që është gabim. Thot që Allahu Ekber, Allahu Ekber. S'ka mundsi njëri mos më impresionu me Islamin. Në çfarë detaj të imt që shumë vete ju iki ky detaj. Nëse zin doni ushqim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos gabo e nuk i mjaftueshëm, mos gabo me ani erën kujshia. Për ndryshe obligum edhe ati me dërgu. Që deri ku po shkon Islami. Allahu Ekber. Pra shumë let i hin hak. Edhe po thot, tu kefiruha, tash, këto i shlyn, i eliminon si kompenzim. Këto 4 me 3, ka 4. Këto 4 i kompenzon es-sala, was-sawm, was-sadaqa, wal-amr, wan-nahy. Po tash e ka fut edhe këtë se transmetimi tjera është thot fitnetu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitna sprova e njeriut është te familja, pasuria edhe te kujshia. Tu kefiruha i kompenzon, i shlyn es-sala, was-sawm, was-sadaqa. 3 me 3. Po këtë transmetim 4, waledihi edhe fëmijët i ka fut. Pra, edhe 4-tën çka ka fut e 4-ta për me kompenzu, për me shly, namazi, agjerimi, sadakaja edhe urdhrin në të mirë ndalim prej të keqes. Po i thot Umeri, lejse hadha urid, nuk e kam për qëllim këto, nuk po kërkoj prej te këto, s'pe lypi këto. Për këtë fitne me më të regu. Unakin në fitne të leti të mugju kema je mugju l'bahr. Por për fitne kur del ajo fitne. Por në kuptot momentalisht, po mu i ka me dal ajo fitne. Është i mbyllur. Është i frenu. Mirë po kur del, tsunami. Shkatron gjithë shka. Qka ka para vetës e merë, e shkatron. Nuk ka mundësimi u bo balë. I thash, po thot Hudhaifja, lejse aleke minha ba'sun, ja emir al-mu'minin. O t'jo dhejtë muslimanve, mos u shqetëso se ajo fitne ty nuk trok. Nuk mund ty me të bo dam. Ajo fitne, për cilën po fleti tash. Inne bejneke o bejneha baben muglakan. Mes te edhe mas asoj fitne është dera mbyllur. Po më thot Umeri, e ju kësirë e më juftah, a do të thejet, a do të hapët me qels, dera. I thash, bel ju kësir, ula ju glak ila ju më në kiamit e ebeda, ka me u thy edhe mu kur
s'ka me umbyll deri në kiamet. Çfarë terbije kam pas, ta bin tash, nuk patëm guxim thojnë me e pyet Hudhejfen. E ka ditë Omeri për çka po flitet, çka është dera. Po i tha Mesrukut, ka qenë tabini madh, ndan si Abdullah ibn Abbas, edhe Abdullah ibn Mesudit ma shumë. I tha ma ti pyte, edhe e ka pyet Hudhejfen, e kana ya'rif Umar min al-bab, naam, kema kana ya'rif an dun al-gadil lejle. E ka ditë Omeri kush është, çka është dera, po ashtu qyshe është e qartë, e pamohushme, se para mëngjezit është mramja, nata. S'mundet me ndodhë mëngjezi me ardhë, pa ardhë njerë mramja, kur je ditën. Njerë vje mramja, pasaj mëngjezi. Kjo shumë e qartë, gjithë kush e din këto. E ashtu e ka ditë edhe Omeri. Kush ka qenë dera? Vetë Omeri ka qenë dera. Omeri ka majtë fitnet. Edhe a ka me u thy, a ka me u qel. Pra, a ka me u myt, a vdes, të na citojnë prej gjelit. Jo ka me u thy. Pra, e kan myt, e ka myt qafiri me gjusia. Namaz. Edhe mo kur s'munët me umbyll. Për shka ka thonë Uthman e doan? Po, qka po bëj, une ka bo dhe Omer, ati në zgudzëshit mi fol. Nuk ka dalim diçka qka ka pritina. Po ati në s'keni guzoft mi fol, pra, a e ka majt fitnet. Me këtë fjallë të Uthmanit po vërtetot. Pa të më vërtetu, se këto e ka thonë pejgamberi s.a.s. po mendoj për ato kompenzime. Edhe i ka paralajmëru. Edhe këtu është pra me këto hadithe, po komentot edhe ky ajet, kella bel rana la kulubihim, ma kanu jeksibun. Do t'i kaplon pra njeriut që çfarë rreziku është. Edhe në qoftë është mëkat i vogël. Në pikë e vogël, e zezë të regjistru në zemër. Të në s'ka kanë thonë, pika mushët pusi. Hej, pusi, që shmë mush, po hajti më sugut. Pika, ka dal-dale. Mëkat i vogël, po ka dal, nin gani, hop kur kalon koha të shë, nuk e vren kë. Se është ambientu tash në mëkate. I duket normal, s'ka tham fillim. Pse ajo pasqyra është ndrysh, është pluhnav, edhe plus i jep shqiqim gabum, shtrembrum. Dhe tash kë, haramin e shesi halal. Të keqen e shesi të mirë. Damshmën e shesi si dobishëm. Nuk e vre, nuk e din. E ka kaplu gafleti. S'ka tham, e para, neglizhenca, gafleti, eliminohet me dhikër. Çka ke, si pasoj, jo të ndalume, shumë flet, shumë han, shumë flen, e dopson kjo zemrën, e myt zemrën. Shumë me kesh, thot pejgamberi s.a.s, e dopson, e myt shpirtin. A është haram me kesh? Nuk është haram me kesh. Kesh ti sa po, nëse kesh, mu më ronë to këtu kesh. Kur s'ka bo kështu pejgamberi s.a.s? Kur shtu nuk ka kesh? Maksimun e ka pas dhambalt, ose busjesh, ose dhambalt ju ka nduk. Dhe me qërë këtë gojnë, qeza më ju duk. Do kur s'ka vepru. Pse? Sepse thot, ta myt shpirtin. Këtu nuk janë harame. E këtu tash po vjen neglizhenca. Kjo eliminohet me dhikër, të vazhdueshëm kontinuitet, për nuk e kem luksin ndrysh. A munëm na një ko me marë frym, pasaj mësë me marë frym. Vazhdimisht kemi nevoj për frymarrje. Kështu vazhdimisht kemi nevoj për dhikër, për të mirën tonë. Vetëm me na mbrojt prej gjanëve të këqija, lemu ato që ka fitojmë, ajo mu veç
është shtesa ajo. Thot Abdullah ibn Abbasi, la sagire bil istimrar, wala kebire bil istighfar. Nuk ka mëkat vogël me kontinuitet. Nuk ka mëkat madh me istighfar. Çka do të më thonë? Mëkat i vogël, mirë po, nëse në vazhdimsi punohet, ajo shndrohet tash në mëkat të madh. Po sa do me konë mëkat i madh, istighfari e shlyn ato. Eliminon. Pendimi istighfari. E kjo nuk e vren njeriu që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur hasra, fije. Ai transmetimi tjetër pika, njolla. Edhe kur të shë, ju ka kaplu zemra, u ka bo krejt zift, katran nuk ka bo, edhe pastaj as nuk e, ju ka, që po do të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e lexuar në vazhdim deri fundat hadith te Muslimi, nuk urdhëron në të mirë edhe nuk ndalon prej të keqes. Sepse ja ka kaplu zemrën e keqe edhe është bu katran ze. Sa mirë thot Ibn Qayyim al-Jawziyyu, thot kur është vet në gaflet, s'mund të tjertë me i udhëzu. Edhe kur don të tash me u këshillu, ose jo me u këshillu, por po don fen me parë prej dikujna. Po këtyre çfarë, subhanallahu, çfarë kriteri ka sit? Një kriter ka sit. Për kujna me marr fen. Për kujna me mësu fen. Ai i cili bën dhikër. Nëse nuk bën dhikër, largo prej tina, thot Ibn Qayyim al-Jawziyyu. Dhe të tregon rastin, thot, ka ndodh hoxha jam, për kam po flet për Ibn Taymijën. Mas sabahut, deri pak para dreke, deri në atë kohë, pa ndërprer dhikër ka bo. Edhe pastaj u kthy ka une, edhe thot tash u shqeva une. Për ndryshe, mos me bo dhikër, unë jom i uritur. Po dhe të Ibn Taymija. Po e tregon tash, ky prej kujna ka mësu fen, Ibn Qayyim al-Jawziyyu. Prej një personit të tillë. E këtu tash, na sot dhe asaj ditë hala përmendim. Profitojmë prej, edhe na sot e mësojmë mënyrë indirekte prej veprave të tij, prej librave të tij. Ai ushqim ditor çka ka pas dhikrin. Ama jo 10-15 gjysore rima sabat, nomin e bune. Ky deri pak para dreke. Allahu ekber. Edhe për këtë shkak tash po e bjen ato kriterin prej kujna me marr fen. Ai cili bën dhikër. Edhe pra tash edhe kjo hala ma ajeti po thot Allahu sura al-Kahf wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furuta. Mos rima ata, mos I paso ata cilëve jo kena mbyll zemrat prej dhikrit. Pra cilët nuk bëjnë dhikër. Allah po thot. Allahu ekber. Wattaba hawahu. Edhe e pason ai epshin, kojtën, lakmin, dëshirat të ulta shtazarake I pason ai. E kur kaplon gafleti, çka duhet me bo njeriu? Pa kur fardyshimi njeriu duhet me intervenu edhe për me pastru. Kështu selefi kam punu. Pak si kam po, bile jo të zemra. Pora gjokësi po më ngushtohet pak. Mener ka intervenu. Se gjokësi fi sudur, kulubna, men kinati nas. Min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wa yuwaswisu fi suduri nas. Në gjoksa. Pedim ato kështjellat dvjetra
ka qenë kështjella, bedema të forta, por edhe një tjetër mbrojtje ka pas. Çka ka pas? Kanalin për rreth, me ujë. E kështu tash edhe zemra është, po me bo marë punat e zemra, bëhet ma rrezik. Ma larkë intervenu, të gjoksi. Memun ibn Mihran ka qenë një tabin i madh, që për fat keq shumë i njohur, ka qenë edhe si këshilltari Umar ibn Abdulazizit. Ndoshta ndonjë tjetër ka pas shumë fjalë Mihrani, subhanallah, shumë interesant. Do gjana sidomos shembull të femrat e ka pas me na tregu rrezikun çka është. Thot, ma me dëshirë e kisha pranu, me mu besu, arka e shtetit, jo të shtetit, krejt shtetit, arka, se sa me mu besu një femën. Edhe ky me një rast, Amrit, djalit vetë, po i thot, djali jem, mu ka forcu zemra. Kasve, i ashpër, i vrasht, e çka me bo, hajde qëmë të Hasan al-Basriu. Se o plak, shikimi ju ka dopsu, edhe bile thot djali Amri, kur erdh puna të një procka çka ka qenë aty një pos, në shpinë e ka qitë dhe po e ban, edhe po shkojmë të Hasan al-Basriu. Kur erdhëm, trokiti, ka dal, ajo shërptorja, kush është se hoxha është të pushu, thuj, ka ardhë Mejmuni, ibn Mihran, edhe dul. Selam alaikum selam. Thot, kam nevoj për intervenim, se mu ka forcu zemra, mu ka ngurtësu zemra. Edhe pa jep ilaqin. Ku është ilaqi? Ja ka citu ajetet. Shuara. E ferejte imme ta naum sinin. A shë jepim atina jetë gjatë, kalojnë vite me vite. Thume gjau ma kanu ju adum, pasaj vjen vdekja, ajo premtimi që ka premtu. Ma agna anhum ma kanu ju me te unë. Nuk ju bon dobi ajo knacit cilën e kam pas deri në këtë moment vdekjes. Që prej gjumit. Selam aleikum, selam, Allah është për bleft. Kur po këthejnë dërë për ta, që kë Hasania? Basriu po kë. E që ka murë vesh kjo? O djali jam, tha ma bo në operacion zemrën. Me këto 3 ajetet shkurta. Kë ka mendu tash me mot ligjërat aty, nasihat, këshillim. Veç e ka citu ajetet, selam aleikum. Ma operoj zemrën, tha. Ma dha shërimin. I ka ditë kjo ajetet. Po, është ajo që momentin e duhur më të kujtu. Që me shtim punë. Se nuk ka moment në jetën e njeriut që me thonë tash çka të bëj. E mos me pas përgjigje optimale në islam. Qoftë ajete, qoftë hadithe. Edhe pra kështu ata kanë intervenu se e kanë ditë ku është ilaqi. Edhe ata që ja kanë donë ilaqin, e kanë ditë se është ilaq, që shtot edhe Allah, nunezzilu minel Kur'ani ma huwa shifaun wa rahmetun lil mu'minin. Kena shpall, kena zbrit Kur'anin, që ka është ilaq, bar, mëshir, edhe mëshir për besimtarët. Kjo është Kurani, pra. Ilaq është. Të shëron edhe ta kaplon edhe me mëshir. Ka thonë tash Ibn Taymija, që edhe këtu tash e marrim këtë lidhje të tij me dhikrin. E dhikru lil qalbi mithl al ma lil samak. Dhikri për zemrën është sikur se uji për peshkun. Subhanallah. Apo e vrejmë krejt këto, jo veç këto ligjërat, gjitha çka kena lexuar, çka kena ndëgjuar. Kur të përmendën këta alima kolosa, këta nuk kanë shqu vetëm me dije, edhe nuk e kanë pas primar ata
me u pajis me dije. O kom thonë, qka? Ata ju më pajis me dije që për veten time të di sa ma mirë me boj ibadet Allah. Mënyrë sa ma cilëson më kualitative. Qysh me boj në ibadet Allah pa dit. Duhet mu dit, me u pajis me dije, me marr dije. Pasi që mora dije, e kom një fond caktum, atëherë duhet me adhon zeqatin. Qysh i për zeqatit, me mësu edhe tjerët, me u tregu ato që ka tjerë me u tregu edhe tjerëve. Subhanallah, neve na vjen jo momenti, po thuja se shumicën e kohës, ndëgjojmë ajete, jem indiferent. Përmendet xhehenemi, jem indiferent. Përmendet xheneti, jem indiferent. Përmendet dënimi, jem indiferent. Nërsa Allah, çfarë shembull po na jep? Po përmend diçka që është shumë e fortë. Shkambi shumë i fortë. Dhe çfarë shembulli? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Me bo me shpall këtë Kur'an malit, shkambit, të fort, e shë copa thërmi bot prej frikës Allahut. E ka marrë diçka që është ma e fort. E zemrat tona nuk janë qashtë fort aso shkambi. Kur aj bot thërmi plohën, aq ma parë duhet zemra jonë me u bo. Në Fudajl ibn Iyadi ka thonë, kush ka qenë imam, kur është djali jem Aliju, këshur Allah ile mos i lexo ajetet e dënimit, xhehenemit, sa i ndikohet. Edhe një natë vet ka dal imam, se s'ka qenë. Imami, namaz të akşamit, ku me zo. Edhe për radhitën sabat, edhe për e këshyr, nuk është djali. Edhe ka fillu El Mudaththir, kur ka ardhë, ndokët ajeti 8-9, وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Kur nakur këto e qunë Allah burin, fryr, surin. Kur të fryt Israfili, pra kur të fryn surit, ajo dit është shumë e rand për qafira heq nuk është i let. Këta është imam, i këtu im ka kibla, diska sikur rëdzo, babam, ra diska. Kur o këthy, djali ti ka ra. Ndërko ka ardhë, ka hy namaz edhe ka ra, është ndiku për i këti ajeti. Ka thane se pastaj edhe ka vdek për i frika, ka kaplu frika. Aman o Allah, qysh do tjetë gjendja jem kur të fryet në surë. Edhe të rinjallemi. A mi pregaditëm për atë moment. Ako me qka dal për Allahot në atë moment. Kush e ka durë më të madhe, frikën më të madhe të Allahut? Muhammed a.s. Ai ma shumë të frikësot, s'ka ka më tut, po, jo frikë është ibadet. Frikë Allahut edhe ashtu duhet jetë besimtari. Është shumë normali më frikësu prej Allahut. Mile pak po frikësohemi. Në tip madhëria Allahut çka do të thotë? Lartë madhëria Allahut çka do të thotë? Çka do të thotë me dal para huzurit të tij, me dhon llogari për veprat tona. Edhe kjo qysh arrihet me shumë dhikr vllazën, me bo dhikr shumë pa ndërprerje, vazhdimsi. Pra po kthehen edhe aty te Hasan Basriu, edhe ja ka shtu, edhe shërimi tjetër çka është me dhikr, ka thonë pas atyre ajeteve.
Wallahu ta'ala alem. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.